Ndërsa ish ministre Mirela Kumbaro thirret në SPAK, raporti i kontrollit të lartë të shtetit zbulon se si 802 hektar të parkut kombëtar të Putrintit ju kaluan në heshtje interesave private. Në qendër të skemës, biznesmeni Gjergj Luca, që sot kontrollon një pasuri unike natyrore të nxjerrë jashtë ligjit me një firmë të vetme. Akti i parë, firma që zhduku 802 hektar në janar të vitit 2022, me propozimin e Mirela Kumbaros, Këshilli i Ministrave miratoi VKM numër 59. Me këtë akt, parku kombëtar i Putrintit u tkur nga 9424.4 hektar në 8622.2 hektar. KLSH-ja konstatoi se ky vendim u mor pas një studim shkencor. Në relacionet e përcjella nuk janë elaboruar në mënyrë të qartë dhe shtëruese se cilat janë arsyet që diktuan nevojën e ndërmarrjes së këtyre VKM-ve. SPAK duhet të pyes pse Mirela Kumbaro propozoi zvogëlimin e një zone të mbrojtur me rëndësi ndërkombëtare pas një argumentim. Gjergj Luca, pashai i liçenit të Rrezës, Bufit. Pjesa më e rëndë e kësaj shkuljeje territoriale është liçeni i Rrezës ose liçeni i Bufit, një monument natyre me ujë të mjelmët, unik në Shqipëri, që ushqehet nga burime ujë të kripur dhe nga burime të ujrave të ëmbla. Në këtë habitat rritet një specie peshku që nuk gjendet askund tjetër në vend. Raporti i KLSH-s vë në dukje se rreth 16 hektar të këtij liçeni u vendosën artificialisht jashtë kufirit të ri të zonës së mbrojtur. Me këtë spostim kufish, kjo kompani natyrore i kaloi në administrim të heshtur Gjergj Lucës. Nuk bëhet fjalë për një përputhje rastësie. Në të njëjtën zonë, Luca zotëron tashmë kontrollin e një sipërfaqeje të madhe që përfshin liçenin, kanalet lidhse dhe brigjet përreth. Ai që dikur ishte monument natyre, i mbrojtur me shkallën më të lartë të mbrojtjes, sot eksplohet pas një kufizim ligjor. KLSH-ja e përshkruan kështu absurditetin. Ky sistem unikal monument natyre ka jashtë vetes së tij hartografike afro 16 hektar lagun, që për shkak të mos komunikimit njihen si liçene. Pra një monument natyror u coptua nga harta dhe copa e hedhur përfundoi në duart e një biznesmeni. SPAK duhet të hetojë çfarë komunikimesh ka ndodhur mes Mirela Kumbaros dhe Gjergj Lucës gjatë procesit të rishikimit të kufive. Kush përfitoi drejt për drejt nga ky korrigjim hartografik? Raportet që sfidojnë UNESCO-n, heqja e 802 hektarëve nuk është i vetmi krim mjedisor në Putrint. Gjatë auditimit KLSH konstatoi se në zonën e mbrojtur ndodhen ndërtime pa leje dhe struktura që bien ndesh me statusin e parkut kombëtar. Sipas materialeve të siguruara, një ndërtim i kompanisë Alb Star, i ngritur mbi themele betoni, qëndron fjalë për fjalë mbi një mur të lashtë 2500 vjeçar. Ky investim i kryer në kohën e Kumbaros përbën një cënim të drejtë për drejtë të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Edhe këtu KLSH gjen mospërputhje të rënda. Planet e menaxhimit që duhet të rregullonin çdo ndërtim në këtë zonë mungojnë ose kanë humbur vlefshmërinë. Lagunat në vend, pjesë e rrjetit të zonave të mbrojtura, nuk disponojnë plane menaxhimit të vlefshme, thekson raporti, duke shtuar se çdo veprimtari që ushtrohet në to duhet të jetë në përputhje me këto plane. Një tjetër pjesë e Putrintit, kanali i Vivarit, mbetet nën ekskluzivitetin e peshkimit të Klement Balilit. Një leje e firmosur nga Mirela Kumbaro. Armando Subashi, kryebashkiaku i Fierit, i cili njihet si pronar i lagunës së Nartës, ka nxjerrë në shitje vaskat e peshkimit dhe sipas gjetjes të KLSH-s, kundërshton futjen e lagunës së Petritit në zonën e mbrojtur. Kjo lagunë me ujë të ëmbël është një pikë jetike në korridorin Adriatiko-Jonian, një nga 3 autostradat globale të shpendëve shtektar. Për Subashin, gjuetia është sport dhe lobingut e të fortet e tij e mban të paprekshëm. Po në këtë raport të KLSH-s dokumentohet krimi mjedisor e financiar i aeroportit të Vlorës, 500 hektarët me sheg të mikut rus të Edi Ramës, Oleg Deripaska, lokali ndërtuar mbi monument natyre në lagunën e Patokut, si dhe leje të Këshillit Kombëtar të Territorit me firmën e Kumbaros dhe Ramës, vendimi numër 3 datë 23/10/2019 për grabitin e tokave të banorëve të Baks Rjollit përmes kompanisë Gjener 2 të Bashkim Ulaj dhe vendimi numër 9 datë 8/2/2017 për Bexhet Pacolli në Divjak, shkelja e konventës Ramzar dhe thirrja për drejtësi. Vendimet e Kumbaros nuk shkelin vetëm ligjet shqiptare. Putrinti është zonë mbrojtur nga konventa Ramzar. KLSH-ja llogarit se Shqipëria me këtë veprim ka reduktuar pa të drejtë zonën Ramzar me 643.32 hektar, pa njoftuar sekretariatin e konventës. Ky reduktim është shkelje e konventave ndërkombëtare që mund të sjellë penalitete, paralajmëron në raporti. Tani që Mirela Kumbaro ndodhet para SPAK-ut, këto fakte nuk mund të injorohen. Raporti i KLSH-s ofron një bazë të fortë provash se 802 hektar nuk u hoqën për interes publik, por për t'i hapur rrugë përfituesve konkret. Pamfleti do të vijojë të dokumentojë të gjithë batërdinë e Mirela Kumbaros dhe urtakëve të saj përfitues.